Dhuna me bazë gjinore, sulmet dhe kërcënimet ndaj gazetarëve, diskriminimi dhe racizmi, të drejtat e komunitetit LGBT+, arsimi dhe liria fetare vlerësohen si ngecjet për Kosovën në raportin mbi gjendjen e të drejtave të njeriut të përpiluar nga organizata Amnesty International që është publikuar gjatë ditës së djeshme, pra me 21 prill. Ndërkaq zhvillim pozitiv është vlerësuar fuqishëm në ligjin për rregullimin apo rregullatorin e media. Ne theksin e veçantë sot do ta kemi tek mbulesat, mediat e komunitetin LGBT, të cilat do t'i diskutojmë sot në studion e programit të mëngjesit me ish deputetin Visar Korenica. Mirëmëngjes, mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjes, mirë se gjej, faleminderit. Kënaqësi që të kemi sot. Ndërkaq në lidhje direkte do të kemi gazetaren Ardiana Thaqi. Mirëmëngjesi Ardiana, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhe përmes kësaj lidhje direkte. Do bashkohet gradualisht vetëm pas pak me ne në studio dhe gazetari, kolegu jon Vullnet Krasniqi. Flasim pak Visar për këtë raport që është publikuar gjatë ditës së djeshme. Si e shihni këtë raport, një zhvillim apo një ngecje? Mendoj që këto raporte janë të përsëritshme, janë të vazhdueshme, në një refuzim të këtillë në kuptimin e diskriminimit, qoftë sa i përket kufizimit në arsim të vajzave cilat vendosin me vnu shamin, apo edhe në raste tjera të ndryshme cilat pengohen për me viju mësimin e rregullt. Mendoj që ka pas edhe më herët, pra edhe në rastin e raportit e Departamentit të Shtetit ne kemi diskutuar edhe viteve të mëparshme, që të tilla raporte na tregojnë që ne duhet të marrim masa urgjente dhe të mos pengojmë fëmijët tanë prej të drejtës së tyre ekskluzive për me viju marrjen e mësimit në shkollat tona. Pra kjo gjithmonë ka qenë shqetësuese edhe është për temë diskutimi në vendin tonë momentin kur një vajzë është ndaluar pjesëmarrja në proces mësimor. Nuk ka një shtet të dytë, sikurse Kosova, me shumicë muslimane, ku kaq shumë dhe në mënyrë kaq të rrept janë marrë masa për me e kufizu edhe në një anë lirinë e besimit, shprehjen e lirisë së besimit, edhe në anën tjetër të drejtën e fëmijëve tanë për me gëzu shkollimin, sepse ajo para se gjithash ju garantohet me konventa ndërkombëtare. Prandaj mendoj që shteti ynë ka vënë masa jo adekuate sa i përket kontrollit, le të themi, të fëmijëve tanë, sa i përket veshjeve në institucionet tona shkollore, qoftë që ato private apo publike, dhe në këtë drejtim mendoj që ato kufizimet të rrepta duhet të hiqen, sepse janë edhe në kundërshtim me ligjin për arsim. Ju e dini, besoj që ne e kemi ngrit këtë si çështje edhe në kuvend, sa i përket legjislaturës së kaluame, por që nuk ka pas vullnet nga ana e qeverisë me marrë ndonjë hap të caktuar në mënyrë që me i eliminu këto pengesa. Pse nuk ka vullnet politik për t'i adresuar edhe këtë kërkesë, por gjithashtu edhe problematika të tjera që kemi dalur keq në këtë raport? Nuk ka vullnet, sepse mendoj që kjo është më shumë e lidhur ideologjikisht. Atëherë ne kemi pa drejt për drejt që edhe ish ministri i arsimit na gavsi në asnjëherë thanë nuk ka qenë e gatshme që me marr masa që kjo çështje me u rregullu. Unë jam bellafaqur drejt për drejt bashkë me kolegun Eman Rahmani dhe disa kolegë tjerë, i kemi pas përballë drejtorat e shkollave, të cilët me krenari e shprehnin mlefin e tyre sa i përket edhe gatishmërisë për përjashtim të këtyre vajzave nga shkolla, por edhe në njëjtën kohë një lloj mlef religjioz në kuptimin e asaj që këtu bëhet mësim, këtu s'ka të drejt vinë vajzat të mbuluara, etj. Çështje për të cilat mendoj që mund të rregullohen jashtëzakonisht lehtë, sepse ne kemi institucionin e Bashkisë Islame në vendin tonë, bashkërisht me institucionet shtetërore, kjo çështje mund të rregullohet ashtu siç është rregulluar në shumicën e vendeve evropiane ku edhe aspirojmë si shtet me u anëtarësu. Po, Ardiana.
Në fakt, unë jam për respektimin e lirive të drejtave të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, por përderisa Kosova me kushtetutën e saj është shtet laik, unë mendoj që shkolla fillore dhe mesme ullë duhet të mbetet larg, vajzat duhet jenë larg shamis. Në shkollën e mesme ndoshta do të jetë një debat pak më i madh i cili do duhet diskutuar, por për këtë do duhet të jemi të barabartë për të gjitha kategoritë, sepse unë po e dëgjoj ish deputetin i cili po flet dhe ka qenë një ndër deputetët që më së shumti ka kundërshtuar pikërisht ndryshimin e kodit penal civil në Republikën e Kosovës, ku hyn njëra prej pikave të tjera që është përmendur në raportin e Amnesty International që ka të bëjë me liritë dhe të drejtat e komunitetit LGBT, ku nuk kanë lejuar që ajo siç Kushtetuta e Kosovës deshtëm apo s'deshtëm në preambullën e saj shkruan një nen që drejta për të martuar nuk i ndalohet asnjë lloj gjinie. Okej, kjo çështje rregullohet me ligjin e familjes në Republikën e Kosovës dhe është ndaluar, por nëse ne duam të hapim një debat, atëherë duhet të hapim një debat për të diskutuar për të gjitha kategoritë, për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, pa dallim se çfarë feje janë, se çfarë komuniteti i përkasin. E di që nuk mund ndoshta të bëjmë një paralele të tillë mes vajzave që është ndaluar shkollimi për shkak të shamisë dhe komunitetit LGBT, por po flasim për qytetarët e Republikës së Kosovës, të cilët janë të barabartë të gjithë, pa marrë parasysh. Dhe unë mendimi im personal, duke anashkaluar fenë dhe gjithçka tjetër, mendoj që asnjë vajzë nuk duhet të vesh shamin pa i bërë 18 vjet, pa qenë e gatshme për të vendosur dhe të logjikuar nëse ajo e do më të vërtet shamin ose jo. Okej, pra jo sheni në këtë prizëm. Vullnet, mirëmëngjes, fillimisht mirë se erdhe. Me qenë se jemi duke folur për arsimin dhe lirimin fetare, le të ndalemi pak këto, pra dhe sipas këtij raporti konsiderohet kufizimi i qasjes në edukim për vajzat cilat kanë vendosur të mbulohen. Raporti referohet në gjykimin të Supremës të nëntorit 2025-s, e cilën e ndalon. Po, unë kam një mendim krejt tjetër, unë nuk e shoh shamin si problem në shkolla. Për mendimin tim shamia nuk është një diçka cila me domos e ndalon dikon për me kanë i barabartë në klasë ose me kanë nxënës ose me viju mësimet normalisht. Nëse shamia nuk reprezenton ndonjë diçka, ndonjë formë që e pengon ata nxënësin me bashkëpunu me nxënësit e tjerë, ose me qenë i pranishëm në disa lanë të caktume. Për mund, përderisa shamia është veç një aksesor i cili dikush do me shprej që e ka një besim të caktum, ose e ka si dojtë veshës për mu, se di është diskutim tepër i panevojshëm. Unë e menoj që sa ma shumë që na i diskutojmë këtu në shkollat fillore dhe të mesme, sepse mos harrojmë që kjo moshë është edhe mosha që është mas shumë të rebelluese. Unë e moj vetën me në shkollët të mesme, nëse dikush më ka thonë mu nuk gudzëm e arët që shtë mu i veshën, unë e bashkë që ato e këmë pa bashkë për e natë, jem shku i më veshë që ashtë. Dhe me thënë, unë nuk menej që du të me eshty sa ma shumë që eshtim, ose i veçojmë qika që qesin shrami me një anë, ose i trajtojmë si diçka, që shta kam edhe menime dhe për LGBT-ën. Unë jam kondër, edhe këty në shkojnjave LGBT-ën. Se pëse është edhe strejt. Se kunder? Jo, për dyqysh më veçojnë, pëse për më veçojnë, pëse seksualiteti janë të të me ka një grupacion i veçantë. E vëdën? Po dhe, dyqysh, unë për vete nuk e një, unë e luftën për liri, nuk e shë, luftën tu u marginalizu, tu u veçu për shëshnis. Unë e luftën për liri e barazi e shë tu u inkorporu shëshni. Dhe më dhënë, sa ma shumë që na, se për referona dhe e lexova edhe për paradën, këto që për drejtat e LGBT-se, për kodin civil. Mos pari ata Amnesty International, asë kërkosh, asë qeveri, asë në parlament, duke din qka është aja që kanë përpuzu ata në kodë civil. Një farë martese, së është asë martes, thot kena me leju më martu, për tani jo me këtë liqë, për me një liqë tjetër që kena me qitë, a i liqë tjetër nuk e dijet kush shka është, qëre, kjo, mas pari në kena folë të për martes, unë mas pari jam këndër martesës. Edhe mes gjinive të njëjta. Unë nuk menoj që kena të bojna këto me një diçka që na e bëna një legjë dhe ta është të gjithë shka është në regull. Nuk është në regull pa ka në regull në qëshni. Sikurse nuk është në regull me të legalize sa du shbarin, po të nëse del e për në bari, a petë qëshnia ka me gjërku si dërgira. Kështë që ti pa e diskutu njerë me qëshni, se qka është marihuana, se qka është përdërimi sajna, e qka është ndikimi sajna, ti ban lidhë sa dush. Ti sa dush leje e më martu. Kështë e më martu në Kosovë? Kështë e më bodarëse në Kosovë, që mi ftu të tjerët. A vëtan,
Na njëherë të folëm, mrena Pra nuk kemi ende në atë pikë për t'i bërë të ndryshime. Me dalë të raporti, se raporti që shtu i referohet, edhe kritikan, dhe më thonë, është një farë tentative e qeverisë që demokracinë me vendosë na për regulla, na për ligje caktume, si kur që ligji për KPM-n, për shambull. Edhe është një tentativ tjetër që është kështë për të drejtat e lirive të njerit, që asë nuk guxoj me bani veprim, të thu, po du me liu më martu, si kur në venet të ndryshme të botës, martohet, ashtë po është martes, asë nuk po guxoj me thonë që është martes, asë nuk po guxoj me liu martesat, se më s'liu pido vota kënena, po asë nuk po du me dalë kesh në raport ndërkombëtare, po ta është të dikon një vendim, një rrugë dhëtë me marë. Unë e këtë raporti është qështu, kërkosh nuk ka guxim me bo kur gjë. Qartë. Të shohim se qysh po eshe këtë pikë edhe vetë visari, pra asaj përket drejtave të komunitetit LGBT+, a mendoni se Kosova është duke u vënuar, duke mos i lejuar që të martohen mes vete personat e gjinjës së njëjtë? Para se më përgjigj këtu, veç me vënë në dukje një kundërshtim timin me gazetaren që foli paraprakisht në kufizimin e moshës për me Ardiana, sepse nuk kemi të drejtë me kufizu moshën kur një fëmijë duhet më mbulu, sepse paraprakisht duhet të jetë e shqetësuar pse një vajzë nuk është në bankat e shkollës, jo pse një vajzë e vendosë shamin, se nuk përbën kur farë probleme. Nëse një vajzë nuk është në bankat e shkollës për shkak të shamis, na kemi me qenë aty. Por, mendimi nuk jeni aty. Nuk jeni aty. Unë kam një fëmijë i cili ende nuk i ka 18 vjetë. Nuk jeni aty. Ardiana, nuk jeni aty. Gjdo rast kemi qenë. Nuk jeni aty. Po vjen keq, po qëndrimin e keni jashtëzakonisht shqetësues, sepse paraprakisht duheni mu interesu fëmijët me qenë në bankat e shkollës, me marrë mësim, jo me i largu prej bankave të shkollës. Ky ka duhet me qenë angazhimi juaj. Çfarë rreziku përbën shamia? Hajt tregom. Më jep një rrezik, çfarë rreziku tregon shamia? Nuk ka të bëjmë rrezikun. Pse po kundërshton? Me dëshirën e vetë fëmijët. Ku e përcaktoni ju vullnetin apo mos vullnetin e një fëmiu për me vënu a mos me vënu? Që e kufizon me mosh? Nuk është në përgjithësinë tënde me kufizu këtë çështje. Po prindi kujdeset për fëmijun. Kush e vesh fëmijun? Prindi e vesh fëmijun. Pse mireni me të gjanat pa... është pikluse, shqetësuse, juve mi ju dëgju se një nanë me fol këtë formë. Duheni mu angazhu fëmija me shku në shkollë. Fëmijës shami, mu po vjen shumë keq, është pikluse, ofenduse, në shekullin 21, në vitin 2026, që prindi me vendos, nëse vajza do me vendos shami ose jo. Prindi vendos për gjithë shka sa i përket fëmijut, dhe ju nuk keni drejt me kufizu prindin qka din. Prindi din qka është ma e mira për fëmijun e vetë. Po, din deri në moshën 18 vjeqare. Pas moshën 18 vjeqare... Nuk mundeni ju me kufizu këto me mosh, se s'lidhet me mosh. Zotri Korenica më kom ledzu edhe për fe. Jo, ti nuk din kur gjo për fe, po vjen keq. A di as di është qështja jam, nëse njerë vend shamia... Po lere, po nuk... Prej momentit kur ti po e kufizon në mosh, ti s'ke lidhje me këtë qështje sa për këtë fes, po vjen keq. Nuk po e kufizoj, thash është mendimi jam i personal. Ka të mendime personale. Deri në moshën, po ju mërë se deri në moshën 18 vjeqare... Qetësu se duhet me qenë për ju, mos me shku një vajzë në shkollë. Po do të gjikoj për vetën e vetë, deri në moshën 18 vjeqare. Deri në moshën 18 vjeqare, prindrit kujdesen për fëmijët e tyre. Edhe pas 18 vjeqares. Asë një fëmijë nuk duhet mbetet jashtë bankave shkollore. Po ju, me mendimin që e keni, ju pe arsjetoni për jashtimin e vajzave jashtë shkollës. Unë veç e të rega një paralelizm. S'ka paralele këtu, gabim është ajo paralele. Një barabartë për gjitha kategori. Ne kemi mendim. Po nuk janë të barabartë, sepse çështja... Kategorinë që i përkosim, ose për ato që... Jo, po s'janë barabartë. Nuk ka paralele aty. Po s'janë barabartë. Sepse kjo po flasim për një çështje këtë tjetër. Fal, në cilin ligj të botës, ku do në botë, ma gjeni... Absolutisht janë barabartë, s'ka paralele këtu. Përveç në shtetet arabe, ku një fëmijë, pa i bo moshën 18 vjeçar, konsiderohen që vendimet e tij janë vendime të logjikshme dhe ashtu siç ai i mendon për të ardhmen e tij. Unë këtu e kam problemin. A don pas moshës 18 vjeçare, vajza me vendos është komplet e drejtë e saj, qysh ajo do më uduk, qysh ajo do me undi, qysh ajo do më ufal, gjitha. Por, mos të vjen ndikimi prej mrena. Le tjetë ndikim individual i se cilit fëmijë. Dhe unë këto po flasë si prind. Po flasë si një prind, unë nuk kisha guxu
nuk kisha leju që fëmijës tem mja vendos si kriter që Po ti përgjegjë se e për fëmijët e tu, jo për fëmijët e të halkut. unë po jap mendimin tem. Po aty jemi në rregull ne. Përgjegjë se e për fëmijën, ndoshta ka shumë vajza që nuk dojnë me vendosë fëmijën. Qysh kite drejt me folti për ato vajza që ndoshta pa dëshirën e tyre u vendosët shamia. Kundër jam, edhe unë jam kundër. Në atë rast edhe unë jam kundër, po ti nuk mundesh me kufizu moshën. A ka rastet E qëtë mosha e pjekurisë që të vendos vetë gruaja. Ç'di, nuk e di, po edhe nëse ka unë mendoj që pa vullnetin e fëmijës nuk vendoset shamia. Nuk kam, a ke ndonjë rast që është vendos pa vullnetin e saj? Ka pas raste. Ha? Cili? Më jap një emër. Më jap një emër. Po s'ki, vetëm po fol, hajt po thëm diçka. Po s'ki asnjë rast. Vetëm përmes Ka dorë familjes të cilët Po jo bre lere fare. familjes të cilët janë të mbuluara. Ja. Por e Vetëm ka për ta mbuluar në mesme dhe janë mbuluar pasaj. Nuk vendoset shamia me kërkesë të prindit. A kupton ti? Vendoset sipas rregullave të fesë islame në momentin kur të vinë menstruacionet që është mosha 30 vjeçare. Jo, po Vjen keq. ti nuk e vendos këtë moshë. Nuk është një fëmijë. As nuk e përcakton. Vetën e vetë moshën 13 vjeçare. Unë bjen shumë keq për mendësinë që e kanë. Po prapë ke gabim. O, fal, gazetare, e ke gabim, nuk edhe nëse kalon këtë moshë, edhe 18 vjeçare, nëse vajza nuk do me vendosë, nuk ka kush në botë që guxon me e detyru me vendosë. Është kretë në vullnetin e saj. Pse po e kufizon moshën? Dhe me thonë, nëse kalon 14 vjetë, tash do të mja vendosë, apo? Jo, unë nuk po e kufizoj moshën. Mendimi jam personal është që fëmia duhet me vendosë për veten e vet pas moshës 18 vjeçare. Po, gabim është bre kjo, mos. Po çfarë mendon? Që po e zën fëmijën moshën 13 vjeçare, po bindet, një sekond. Rast praktik. Rast praktik. Sa mundet një 13 vjeçar me vendos për veten e vet? Në cilin shtet botës? Qysh nuk vendos? Në cilin shtet botës vendos një fëmijë 13 vjeçar për veten e vet? Në Irland e ki, në Suedi e ki, pa kur farë kufizimi, në Mbretërinë e Bashkuar e ki, pa kur farë kufizimi, dhe në shumë shtete tjera e ki, pa kur farë kufizimi. Pse po kapesh në çështje për cilat nuk e ke studiume? Po flet kështu në hava, veç pse s'po të pëlqen. Nuk është çështja e të pëlqimit ty personalisht. Po flasim për situatën kur një fëmiu po i mohohet e drejta për mësimdhënie, ai kupton sa shqetësues është kjo çka po flet ti. Edhe me këtë mendësi ka plot Kosovë fatkeqësisht. Vetëm sepse do të mos fokusohesha nuk mundet të jetë jashtë bankat shkollore. Po e tha edhe qysh në fillim Ardiana këtë, vetëm për ta përmbyllur këtë pjesë me një hajde vullnet. Problemi i shkon kryesor nëse prindi kur i vendos shamin i thot mos i fol djembe, mos i jep djembe fjalë dorën, mos merr pjesë në edukatë fizike, mos merr pjesë në lëndën e biologjisë. Me kufizu. Domethënë nëse shamia edhe prindi me vendosjen e shamis e kufizon gjithashtu fëmin në veprim, në marrë mësimin e njëjtë në mënyrë barabartë sikur sa fëmia tjetër, është problematike. A nëse vetë shamia është vetë si aksesor i një besimi, të cilën e ka familja e vetë, të kanë prindë e vetë, se edhe prindi e vesh nëse prindi nuk je fetar, ti e vesh qikën tanë dhe djallin tanë në mënyrë pak më ndryshe, a të reprezentan, ty si prind të reprezentan. Apo edhe kulturën familjare. Kur se cili fëmija të në 18 vjetë, aty shkon i veshëm prej prindëve të vetë. Dhe më thënë, ato reprezentan edhe pak në njërën si qysh, ama, unë jam kondër vesh nëse shamia reprezentan ndalesa ose kufizimit të fëmis në raport me nxënësit e tij dhe me mësimin. Ndryshe aksesor. Djali tezës të jep dorën. Po, kjo është problematike. Kjo është problematike, unë po flasë për një mendësi, tash unë mund me kuptu botën e secilit, po du me bo një pyetje për ty vullnet. A duket ty në rregull që prindi me vendosë për fëmijën, për një shami e cila duhet më mbajtë të njëtën? Jo, të njëtën, jo. A duket në rregull? Jo, ama. Po, kemi shumë raste kur shumë vajza edhe kanë vendosë me heq shamin. Në momentin kur ato janë vedizu dhe kanë di një presion, apo nuk kanë dash me vendosë shamin, ato edhe kanë heq. Ku është problemi jam, do më flasë si grupë. Po, unë po kuptoj Ardian, po të kuptoj ku e ki, ama problemi është që në momentin që te e vendosë shamin, si penges për me marë pjesë në një proces arsimor. Pa marë prasysh, nëse e shamia nuk reprezentan kufizime, nëse vish reprezentan si një fej ose si një besim të caktuar të një nxënësi, ai s'është problem, s'besoj që ka problem. Ama nëse ai nxënësi edhe me ligje ka të drejtë shprehjen publike të besimit vet, do të thonë është e garantuar kjo.
është e garantuar, e vërtet. Do doja të ndalësha, unë e kam një rastu që kemi shpesh kolege apo edhe tëftuar në studion e programit mëngjesit, ajo është vetë me mbules, shumë e respektuar edhe ndëruar Ambera, e pa thënë që vajzat duhet të jenë të bindura kur ato të abortin shamin, sepse nëse planifikojnë të abortin gjatë gjithë jetës, ato duhet të bindën që dojnë me pas shamin. Kështu që se cilë eshe nga prizmi i vetë dhe gjithësëse se cilit ja respektojnë mendimin e tyre. Për më ndalë tek mediat, në këtë raport gjithashtu Vullnet përmendën edhe mediat 63 raste kërcënime ndaj gazetarëve. Sa është realisht i frikshëm profesioni apo gazetari bërja në Kosovë? Qëre, është dy anë, është ana ligjore dhe është ana praktike që funksionojnë gazetarët. Raporti i referohet anës ligjore, e ligjit për KPM, tentative së qeverisë për me vënu një farë rregullet e mediat, për me vënu në gjobat e mediat, për me vendosë ata vetë kush mundet me kanë media, kush së mundet me kanë media, dhe mënë që është shumë problematike edhe që hala vazhdojnë me kanë kondër, unë nuk e besoj që kjo leç ka me kalu, edhe pse ta kanë një shumicë. Për shkak që edhe ka një fokus shumë të madh. Dhe është ana tjetër që po zhvillohet betejë tashmë shumë vjeçare kundër mediave që është nisë prej jo vetëm pikë të pushtetit, por që ka qenë edhe për pushteteve të kaluara, por që është bërë shumë retorike fort viteve të fundit, për shkak të një ndarje të thellë të mediave kashi edhe kundër qeverisë. Kjo gjuhë mos harrojmë nuk është vetëm kashi gazetarëve. Rasti më i rëndë edhe që u përmend në raport është rasti i Ardianës. Rrjedhja e informacioneve që i ka rrjedh Ardianës dhe pastaj gjuha kundër sajna që ka vazhdu. Edhe këto është dështimi i shtetit për me mbrojt gazetarin. Domethënë, unë këto e shoh. Edhe çaj fokusi që shteti ka dhe ka pas për me ndryshu, për me na vënu neve në disa rregulla, i shka mirë me fokusu për me kriju mekanizma të cilët na kishin mbrojt neve si gazetarë. Është një farë mekanizmi në policisë të Kosovës, reagon shpejt, nuk është se reagon shpejt. Për problemi është që prej policisë, deri te prokuroria, deri te ngritja e një akt akuze, deri te dënimi, është një jetë, një shekull, një dekadë, kur gjë nuk ndodh, unë hala i kam disa me 10 raste, as nuk thirr kërkosh, as nuk ka asnjë temë, as nuk dihet që ka dikush fokus. Shumë se deri në cilën pikë është rasti Ardianës? Për shembull, nuk e di hiç. Ardiana? Në momentin kur kam raportuar rastin në policinë e Kosovës, rastin e fundit, po flas për rastin e Discord, unë nuk kam pas kontakt ka policia e Kosovës, kam shkruar edhe 2-3 herë në numër kontaktues që më kanë dhënë pikërisht për me dërgu materialet, për shkak se ka pas edhe telefonata të tjera që ka ardhur në ndërkohë se ata të cilët që kanë erën e bëj kështu si me shaka kanë qenë në punë dhe se kanë pa lajmin që në fakt janë duhet thirrni gazetarë dhe jo një qytetar. Kështu që kanë vazhdu me thirrje, kom dërgu ato, por policia ende nuk ka dërgu, por njëkohësisht ne kemi qenë duke punuar me një temë tjetër në keks të cilën e kemi bërë që ka pas bëj me rrezikun që vije pikërisht nga të njëjtat platforma kush postu numri jam i telefonit, që vije për rrezikun e fëmijëve dhe ekspozimin e tyre ndaj pedofilisë dhe gjithçka tjetër në Roblox. Kemi kontaktuar me policinë e Kosovës, deri në javën e kaluar nuk është që kanë pasur policia e Kosovës qasje në platformën Discord, sepse për të hetuar dhe për të kuptuar se kush i ka qitë numrat aty, do duhet Discordi të jepte qasje në mënyrë që përmes IP-ve të zbulojnë se kush është njeriu i cili ka publikuar qoftë numrin tim telefonit apo edhe të qindra grave të tjera. Ajo që për mua ka qenë shqetësuese në rastin e fundit që më ka ndodhur është fakti që njeriu i cili e ka postuar atë numër telefonit duket që është personi i njëjtë që e kishte postuar edhe herën e parë. Dhe në anën tjetër ne kemi në burg një person i cili është dënuar pikërisht për publikimin e numrit tim të telefonit dhe për menaxhimin e rrjeteve Alp Kings që kanë qenë, është flagrant për justicia, kështu që i bie që policia të mos ketë kap për personin e duhur. Kjo është frika ime dhe kjo është fakti që sa herë që mund kam shkruar ose kushdo që kam shkruar, kam qenë i njëjti person i cili kam publikuar derisa ne nuk e dim kush është ai. Ndërkaq Ardiana janë ekspozuar dhënat personale bërcak i tyre dhe jeni e pambrojtur. Unë kam zonë. Fatbarësia ime në krahasim me shumë gra të tjera është fakti që unë prapa me qëndron një televizion, prapa me qëndron një emision, i cili mu m'jep zonë, m'jep fuqi dhe ndoshta më ndërton atë strukturën që unë mos me pas shumë të vështira as në shoqëni, po as në familje. Frika ime është për ato gra të cilët nuk kanë as mbështetjen e familjes,
as nuk kanë zo dhe ku po mbesin ato. Janë thjesht me traumat e tyre, me frikën që nëse dikush ka me këti në telefon, kam ju ndodhë, do shta edhe një problem tjetër familjar, edhe një ekses tjetër familjar, sepse fatkeqësisht dua mos po s'dua, ky është problemi që mu shqetëson edhe të fakti shamitë dhe gjithçka, jetojmë në një shoqëri tradicionale ku burrat bëjnë ligjin dhe burrat bëjnë atë se çfarë duan me gratë. Unë kom pa në gjykat me 10 gra që e kam dërgu vetëm një fjali para gjykatës të rasti Alking, më vjen keq, por nuk më me marr pjesë në gjykim sepse nuk du me marr vesh familja jame se më akuzojnë mu që ndoshta unë kam qenë ajo që e kam shpërndarë numrin e telefonit. Do thonë, përdesa jetojmë në një shoqëri të tillë, atëherë unë vazhdoj të mendoj dhe ta konsideroj veten si e mbrojtur nga shoqëria, puna dhe familja, por kjo mbrojtje nuk është për gratë të tjera. Tash po flas si grua dhe jo si gazetare. Qartë, Ardiana. Nëse ndalmi pak të këto probleme, sigurisht politika ka ende shumë punë për të bërë edhe në këtë pikë, sa i përket edhe mediave, apo jo? Absolutisht, po vjen keq që gazetarët përballen shpesh me raste të ngjashme, sikurse kjo që është përballë dhe Ardiana. Gazetaria është një punë shumë fisnike, kur ajo ushtrohet me vullnet plot dhe qëllimin e ka edhe dhënien e informacionit, edhe mbrojtjen e palëve të dëmtuara, edhe raportimet e sakta dhe të drejta që kanë të bëjnë me interes publik të vendit tonë. Ka raste të vogla të përjashtuese kur ndonjë informacion shumë jo relevant për publikun del publikisht, qoftë ekspozimi i vrasjeve të ndryshme, fytyrave të familjarëve në situatat jo të këndshme tjerë për që nuk janë në interes të përgjithshëm, por që në marrë përgjithësi, gazetaria është aset jashtëzakonisht i çmuar për shtetin tonë dhe shteti duhet të bëjë çmas që gazetarët janë të mbrojtur të raportojnë pa pengesa. Nuk janë raste të ralla kur ata janë penguar nga pushtetet e caktuara, qoftë ky pushtet apo në të kaluarën, shumë raste ka pasur që kanë ndodhur që janë penguar, ndoshta edhe janë rrah, domethënë unë vetë di që janë raportuar rastet që gazetarët janë rrah prej njerëzve të pacipe, të pagdhendun dhe të themi kështu në gjuhë popullore, po megjithatë pajtohem edhe me pjesën që tha edhe Vullneti që KPM-ja duhet jetë jashtëzakonisht e kujdesshme se çfarë mekanizme po vendos sa i përket të drejtave edhe sa i përket lirisë së ushtrimit të profesionit të gazetarisë, po edhe në të njëjtën kohë edhe gazetar besoj që ata vetë janë në të njëjtën ujdi që disa limite nuk duhet të tejkalohen kur ka të bëjë me personalitetin, etikën, moralin, individualitetin e individit, që edhe të ruhet edhe pala shpesh të ndodhë, me thonë ajo që është e dëmtume, e në mënyrë që të kemi raportim të drejtë sakt në vendin tonë edhe ta ushtrojnë ashtu si duhet edhe drejt profesionin e vetë. Unë jam mbrojtjet plot tyne, për ashtu rastet kur ato keq përdoren, për qëllimet klikimeve tjere. Por që në ato rastet du të ketë do kufizime, beso që dhe ju pajtoni. Po, problemi të kë ligji për KPM-n i riu nuk është që tashtë është problematike, po shtrohet një farbazë shumë e fort për në një të ardhme në një parti politike e cila për me e ka seriozisht që mund me pas luftën kundër gazetarëve. Problemi i këtij ligji është që ajo bazën shumë fort që nesër nëse vjen dikush që mund të kesh përdorur këtë ligj edhe me vendos klarit me hek licencën dikona në vullnetin mos veri me dalë në televizor me dënu 40.000 euro, për shembull nëse më dënon dikush 40.000 euro unë nuk kam mundësi më kur me u kfillo se me hi ose me jetu, domethënë që to është problemi shumë i madh i kësajna. Edhe është e gjuha. Duhet mi kushtu kohë ndoshta edhe një ditë tjetër më gjatë për ta folur dhe për ta shëruar. E meriton që ky ligj me fol. Kështu që besoj që javën e ardhshme dhe kam qenë përsëri pjesë e diskutimeve në kuvend. Me sa pash edhe mbrana në komision është diskutu. Po ato është problemi edhe të anëtarët të KPM-s, tash të këshilli i KPM-s, tash nuk e di është stagnu për momentin procesi. Po shumë dyshim çka po tentohet me u instalu në KPM. Kjo është problematike. Mirë, nëse ke diçka për fund Ardiana, po?
Po nëse mundem u lidh të KPB-ja të ligjit dhe gjithçka tjetër. Kjo rreziku që vjen nga KPB-ja është më i madh se sa të tjerë të mendojnë një vetëm për shkak të licencave, por edhe për shkak të dënimeve dhe lanë, sepse çdo ankesë që vije unë po flas për shkak se kam punë ditore ndoshta me KPM-n, për shkak të ankesave që njerëz mendojnë që u kemi bërë pa drejtë dhe shkojnë në KPM. Nëse në KPM është një grup njerëzish që thjesht nuk i do mediat, domi ka më qenë shumë i madh. Duhet jenë njerëz profesionistë të cilët dinë ta vlerësojnë lajmin nga fake news-i, dinë ta vlerësojnë të vërtetën dhe prezantimin e fakteve që gazetarët i kanë postuar. Po flas për emisionin tonë për shkak se ne zakonisht gjithaj kemi me fakte dhe japim gjithë mundësi njerëzve me fol, por në rast se dikush është në KPM që nuk don me i pa ato, thjesht mundet me ta pruni dënim dhe domi mundet më kon shumë i madh, këtu ato që e tha Neti dhe që e la me fol në një ditë tjetër që ka të bëjë me një gjuhë të mërshme që kryeministri Kurti ka instaluar kundrejt mediave, gjë që ka nxitur edhe një pjesë të militantëve të tij të shohin mediat pa pikë kredibiliteti, por që janë pa kredibilitet sipas tyre, normalisht e pajtohem që në mesin e komunitetit ka njerëz që nuk e meritojnë ndoshta të quhen gazetar. Mirë, Ardiana, faleminderit shumë që ke qenë së bashku me ne gjatë këtyre momenteve, të përshëndes shumë. Visar Gorenica ishte kënaqësi, faleminderit që të patëm sot në studio. Vullnet. Po, do të qëndrojmë për temën tjetër. Do të qëndrojmë për temën tjetër me Vullnetin, ndërkaq që miq dashur, vazhdimi i parashikimit i motit.